Tashi që të flasim realitetin, pika është kjo, që firma ndërtimit deri në momentin që ka marrë lejen është e lishme. Fatmir Shpeza ka falsifikuar dokumentat, ka marrë pronën, ndërsa kompania ja ka marrë këtë pronë, ja ka blesë, sipas ligjeve jashtë krejt okej. E vetmja gjë që nuk mund të fillojmë punimin këtu, është për faktin se nuk ka zbarë leja. Duhet zbarret leja, në momentin që zbarret leja, ta nuk kanë nevojë se nuk hyn as si qytetar këtu. Pra, mbrojtja e zbardhjes dhe mos zbardhjes lejes bëhet nga policia. Ajo nuk ka lidhje fare se nuk mendoj që ka pas mes gjithë në katolikë dhe musliman, por gjithsesi në pak rëndësi ka. Turku në ato ju ka dhënë toka njerëzve në historinat e veta, por sa për informacion të funit, toka e Fatmir Shpezës nuk nollet këtu. Nollet tjetër punë dhe nuk ka asnjë lidhje me këtë punë. Ndërsa se ç'a bëjnë ta e dinë vetëm i gjatë që ju thanë edhe i tjetër, që në ata 3 gjyqtarë që e pajisën atë, njërin e vranë sallë gjyqi, tjetrin e kanë përjashtuar, tjetri është gjykat lart. Edhe për këtë po merren me ata. Lidhur me shoqërimet ka të drejtë policia nëse ka ndonjë konflikt. Po nëse s'ka konflikt, që nuk kishte konflikt tani, pra nuk kishte arsye për t'i marrë dhe për t'i shoqëruar. Për sa i përket, nuk mundet asnjëherë pra policia të hyjë kështu, se u bën policë, po shoh policë që janë me muratora, janë karpatiera, nuk marr vesh fare se kush po punon këtu. Pra nuk ka asnjë lidhje policia pas pat konflikt. Policia duhet rrinë distancë dhe nëse ka konflikt, atëherë mund të hyjë.